Tregimi për haxhin. Në një fshat të vogël jetonte një burr I urt me emrin Hasan. Prej vitesh e ndëronte të shkonte në haxh. Çdo vit kur sente pak nga të ardhurat e tij të vogla. Fëmijët e tij qeshnin, baba me kaq pak para shkohet në haxh. Por ai buzëqeshte dhe thoshte: "Haxhi fillon në zemër." Pas shumë vitesh më në fund mblodhi sa I duhej. Kur e njoftuan se ishte pranuar për haxh, ai shpërtheu në lot. Gjatë riteve të haxhit, ai nuk gjeu as lodhje, as vap, sepse zemra I diqte nga dashuria për Allahun. Kur u kthye, I gjithë fshati e priti me nderime. Ai nuk mburrej, por u thoshte: "Haxhi të mëson për ulësina." Prej asaj dite, njerëzit e dëgjonin me kujdes, sepse ai foli si një njeri që pa me sytë e shpirtit madhështinë e Allahut. Haxhi e kishte ndryshuar për mirë. Ndaj besimtar, vizitoni atë vend të bekuar, haxhin, sepse është prej shtyllave të Islamit, shtylla e Islamit që të vizitohet qabja një herë në jetë brenda mundësive, kur keni mundësi financiare, ta vizitoni atë vend të bekuar ku ka jetuar Ibrahimi a.s., Muhamedi a.s. dhe pejgambert e Zotit. Atë vend ku madhërohet I madhi Zot, Allahu fuqiplot. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dhe kryeni haxhin dhe umrën për Zotin e madhrishëm. Allahu I shpërblen vepërmirët ata të cilët pra vizitojnë këtë vend të bekuar, ku gjendet shtëpia e Zotit Bejtullah, Mekke Mukarreme, Medinetul Munevvere, po ashtu dhe Medinja dhe Arafati dhe këto vendet e bukura që duhet t'i vizitojnë.